me propozimin e këtij viti, të hyrat e lejura maksimale për NC Gjakovën edhe në NC Termokosin do të rezultojnë ta zonë për NC Termokos do të kemi zbritje të tarifa për rreth 4%, ndërsa për NC Gjakova për 5%. Kjo duhet të theksojmë që është vetëm për konsumatorët me matje, me qenë se kemi konsideruar që ka pas kursim të kjo kategori e konsumatorëve dhe si rezultati këtij kursimi është reflektuar edhe në tarifat e këtyre dy ndërmarrjeve për vitin 2025-2026. Pra dhe një bëmthirje të gjithë konsumatorët se zoreja në rast se kemi kursime në sektor, ato do të reflektohen gjithmonë në vitin pasues. Për këtë sezon planifikimet e grotorës qytetit Termokos janë që rreth 70% e sipërfaqes grose të faturohet me motje. Kjo e reflekton edhe vjet ka pas, po ka qenë, do të thotë, ka filluar procesi i faturimit me motje, por ka qenë më i vogël. Pas disa përmirësimeve dhe shpresojmë edhe faturimit sa më drejt, rreth 70% e sipërfaqes grose planifikohet të faturohet me motje. Kjo ka ndryshuar pak edhe alokimin e hyrave të lejume, të cilat na zakonisht i alokojmë për konsumatorët të cilët faturohen me motje dhe konsumatorët të cilët faturohen pa motje me metër katror, sipas sipërfaqes grose. Do thotë alokimi bëhet sipas energjisë së parashikuar që ata do të konsumojnë dhe alokimi është 7 milion nga ky 11 milion, që 7.834.000 i shkojnë për tarifat me motje, ndërsa 3.628.000 për tarifat me pa motje me sipërfaqe grose. Tarifa me motje për konsumatorët e sasisë e energjisë furnizuar është 33.65, ndërsa për komponenta fikse për kapacitet është 0,73 euro për kilovat për muaj. Tarifat pa motje, sipas sipërfaqes grose, për konsumatorët shtëpiak janë 0,76 euro për metër katror dhe 0,95 euro për metër katror. Për konsumatorët industrial. Komercial dhe institucional.